Ka ardhur një pyetje. Po? Thot më është ofruar një punë online me produkte si për shembull shampo, krem, por desha të pyes a bën ta pranoj këtë punë sepse nuk e di çfarë produktesh janë, nuk i njoh domethënë nga se përbën domethënë këto produkte dhe kam frikë mos ju hyn hak njerëzve që mund t'i marr këto produkte motor nëse unë mund të shes një krem 20 euro, një përqindje mund të fitoj dhe jo më shumë, nëse jo nuk fitoj asgjë. Se pyetja është domethënë që a mund ta pranoj këtë punë për me shit produkte të cilat nuk e di ça, do të thonë a kanë kimikate, a kanë Po, gjëra se që ke mund puna, të shiko, dëmtojnë njerëzit. ke puna e përqindjes fitimit, a do merret vesh me matë që ka dhënë atë punë, nuk hym kjo, ke përqindja e fitimit, merru vesh me atë pronarin ose me atë punëdhënësin që ta ka dhënë këtë punë, nuk hym te ajo çështje, sipas marrëveshjes. Ke çështja e kësaj të dyshimit që dyshojnë, nuk jam e sigurt që ky krem mund përmbaj gjëra të ndalueshme në islam, siç është ajo për shembull vjami i derrit, që është ndalueshme në kremra dhe në gjëra që nuk lejohet, edhe krem tjetër nuk lejohet ta vendosësh. Dakor? Atëherë ti atë dyshimin do ta heqësh me ti sigurohesh. Do shikosh përbërjen. Ajo çdo krem e ka shkruajt me përbërjen e vet. Do shikosh përbërjen, nëse përbërja ka vjam derri, atëherë ti nuk lejohet me punu me atë. Nëse nuk shikon diçka përbërje se tregon që nuk ka, domethënë nuk është shkruajt se ka vjam deri, atëherë mundesh punosh, ama nëse është e sigurt që shkruhet në krem që përmban produkte të derit, atëherë nuk është e lejueshme të punosh ti shesësh ato produkte dikujt tjetër. Jo unë se vej, po t'ja shes dikujt, jo. Nëse për vete nuk e bën, nuk duhet të dëshirosh edhe tjetër kujt atë veprim. Vllai më smiri. Kjo e ka theksu këtë pjesën që jo do të thonë jo domosdoshmërisht halal apo haram, po kimikate të dëmshme, do të thonë ti hyn hak njerëzve, kështu që këtu përfshihet edhe ajo që thotë atë. Shikosh, domethënë ke lloj kremrash, prandaj po them, nuk e di, është në vërtet nëse to kremra janë cilësuar prej mjekëve prej kompetentëve, se ne nuk kemi kompetent tash të analizojmë kremin se si është, a kupton? Varësisht, nëse ato kremra janë të ndaluara me shtet, janë të ndaluara prej shëndetësisë, atëherë edhe ti nuk do t'i bësh. Ama nëse ato kremra janë të lejueshme, domethënë në treg edhe nuk kanë diçka përbërje të rrezikshme që mund ta dëmtojë njërin, atë nuk është problem, varësisht. Do shikosh varësisht se njerëzit që janë kompetent, ato e vlerësojnë kremin. Kupton? Unë nuk mund të jap një vlerësim atij kremit kur nuk jam kompetent për atë krem. Nuk jam kompetent në atë lëmi. Do shikosh kremat nëse vërtet përmbajnë përbërje të rrezikshme dhe janë të ndaluara prej shtetit ose edhe mjekët e ndalojnë mos ta përdorin, sepse janë disa kremra faktikisht që edhe mjekët i kanë ndaluar përdorimin e tyre, sidomos te fëmijët ose edhe të rriturit. Më mirë mos merresh me atë punë, ama nëse shikojmë që ato krema janë treg, funksionon, vazhdojnë, ke nëpër dyqane, ke nëpër farmaci, nuk është problem. Vallai ti mos merr. Tjetër pyetje, a duhet unë me dhënë sadaka ose zeqat, se edhe banesën edhe për me hangër më jep social, duhet jenë kështu shërbim social. Do të thonë është do të thonë ndihmë sociale i thuhet kësaj. Po, ndihmë sociale, po. Po, Do të thonë jep shtetin ndihmë sociale dhe pagesën banesën ja pagun edhe me hangër ja siguron kjo ndihmë. Kështu që a duhet jap zekat apo sadaka? Shiko, zekatin duhet të ta japsh momentin që i plotson kushtet e zekatit. Do të thonë që të ketë një nisab do të thonë ka një të caktuar, një limit të caktuar të pares dhe të jetë një vit ajo pare, mas një viti e jep, do të thonë ka atë limitin e vet, e kanë caktuar, shkon në bazë të floririt, sa është floriri, aq jepet edhe me gram shkon, aq jepet edhe kur ke pare. Përsa i përket zeqatit tash ka ato kushtet e veta. Sadakas. Shikoj subhanallahu. Gjithë ato për shkakun që ndoshta kalojnë një periudhë vështirë ekonomike. A mund t'japin sadaka? Po mund t'japin sadaka. Allah Azza wa Jalla përmend këtë fakt subhanallahu në ajet kuranor. Edhe atyre që ju kanë ngushtuar risku, edhe ato do t'japin. Dietarët e thonë një fjalë të bukur që thotë fukarejt, edhe ato do t'japin sadaka. Sa kanë mundësi me dhënë, po të themi në shumat më dhaja. 1 cent, 10 cent, 1 euro,
€2. Varësisht mundësisht që ti ke, mjafton jetin që ti e ke. Pse? Sepse nëpërmjet sadakas ndodhin shumë gjëra të bukura. Nëpërmjet sadakas, kur ti je i varfër, edhe mos ta ushqesh me mendimin që unë jam i varfër dhe nuk më lejohet me dhënë sadaka. Ushqeje vetin tënd dhe mendimin duke u bazuar në argumente në fen tonë që t'jap sadaka është e mirë për mua. Varësisht mundësisë që i ke, tash €1, gjysmë euro, €2, varësisht, ama jep diçka. Pse? Sepse ti duke dhënë sadaka, ti e ke dhënë për vetin tënd. Duke dhënë sadaka, ti jep 1, Zoti t'jep 10 fish. Prej kushte ose prej të bukurave të sadakas, prej fryteve të sadakas është që ti e shton pasurinë tënde. Ti jep bereqet pasurisë tënde. Nëpërmjet sadakas shtohet bereqeti në familjen tënde, shtohet parja, ti jepet shëndet. Sadakaja, subhanallahu, sadakaja është interesant, po të shikosh se nuk kam bes shumë. Po të shikosh subhanallahu kur i madhi Zot tregon Kur'an, ka që në ajetet kuranore që thon, ke një ajet kuranor që thot Rabbi irji, o Zot më ktheni një herë ai që ka vdek. I kërkon Allahu ta zëvojel ta kthejë një herë me këtë dynja. Pse? Për çka? Sadaq, t'jap sadaka. Subhanallah, nuk i ka kërku Allahu ta zëvojel, o Zot më ktheni një herë me dynja të falem dhe një herë. O Zot më ktheni me dynja që ta gjëroj dhe një herë. O Zot më ktheni dhe në atë dynja që të shkojnë haxh edhe një herë. Jo, ka thënë o Zot më ktheni një herë në atë dynja. Sadaq, t'jap sadaka. Pse? Thon dietarët, tefsirin, komentin e këtij ajeti kuranor, sepse i vdekuri e shikon edhe e ka pa se çka vlere dhe çka shpërblimi ka sadakaja në dynjan tjetër. Kështu që ndoshta dikush ju ka ngushtuar risku vet. Nëse tu ka ngushtuar risku dhe do me e shtu riskun tënd, do me pas bereqet në riskun tënd, jip sadaka për hir të madhit Zot dhe keme pa që ajo sadaka do bëhet sebeb që ty Zoti ta shtoj riskun e ta shtoj bereqetin në familjen tënde. Vallahi dhe më së miri. Dhe sa minuta ka ngelur se nuk e shoh dot. Edhe 7. Okej, se ka ardhur një privat këtu anonim, ta lexoj shpejt. Desha të bëj një pyetje se me vëlla nuk i kam punët kur qysh, për shkak të mësës së vallt, nuk shkojmë në mes vet, shihemi te nana kur të shkojmë dhe aty sillen sikur sa nuk ka ndodh, nuse e bën disa gjeste. Unë rri normal, merrem më shumë me fëmijët e vllaut, flas kur është diçka, por më shumë rri distancë që mos më bëj më keq etj. Po s'di se çka të bëj që më bëj më mirë, por aje ka ra në dorë të gruas dhe normal që bën si të thot gruaja. Hajde, inshallah, e din situatën veta e motër si e ka, tash nuk mund të akuzojmë njërën palë ose të shfaqsojmë palën tjetër. E jap mendimin përgjithësi që është mirë, ashtu siç e mban atë qendrim. Do të thonë që është mirë të largohet probleme dhe mos bëj fesade ose probleme. Kështu që mirë që vepron aty, do të thonë që sillet normal, folën normal, edhe kjo gjë duhet fatikisht. Zoti na udhëzoft krejtve inshallah. Ka njëri ndoshta momente që sillet keq, po inshallah kujt dihet, njeriu ndryshon. Sot mund të jesh i keq, por nesër mund bëhesh i mirë. Sot mund të jesh i mirë, por nesër mund bëhesh i keq. Kështu që ne kemi në dorë këtë gjë, domethënë që Allah azza wa jall shumë qartë thotë në Kur'an inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah azza wa jall nuk e ndryshon një millet, Allah azza wa jall nuk e ndryshon një popull, nuk e ndryshon edhe një individ, nëse ai individ nuk e ndryshon vetveten e vet. Kështu që ai motra e cila ka bërë këtë pyetje, unë e përgëzoj për atë që ka thotë, domethënë që sillet normal, edhe flet normal, dhe nuk don të bëj trazira dhe konflikte familjare, dhe kjo është diçka shumë e mirë. Inshallah, Allahu subhanahu xhella xhelalu e udhëzon ose na udhëzoft krejtve, dhe unë do ta jepsh edhe një këshill tjetër, është një ajet kuranor që Allah azza wa jall thotë, ky ajet kuranor para se më ta thon, tregon që nëse armikun do ta bësh mik, do ta bësh një veprim. Allah azza wa jalla përmend këtë fakt në Kur'an, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Idfa, do të thonë sillu, ktheja në mënyrë më të mirë njerëzve. Do të thonë nëse dikush sulmon ose nëse dikush, varësisht rrethanave, flasin familje sidomos. Varësisht rrethanave më keq kuptoj dikush, nëse ti sillesh me but, nëse ti sillesh me të mirë, dije se atë që djet ka sulmu, do ta bësh më të butë dhe ai nesër kanë me dash inshallah me lenin Allahu subhanahu xhela xhela. Do të thonë me sjellje të mirë,
mund ta zbusësh njeriu dhe kujt dihet, ndoshta bjen si thot mileti ty bestikfar dhe kërkon falje te Allah azza wa jall dhe sillet mirë. Ai person nëse është sjell keq sot, inshallah sillet mirë. Nëse me lejen Allah subhanahu wa taala. Hajr inshallah. Edhe një të fundit, shkurtimisht, a lejohet Flasim me shku ke kohë. psikologja? A lejohet me shku ke psikologë dhe nëse më jep hapa, a lejohet me i pi? Shko varësisht. Varësisht, do të thonë nëse njeriu kalon periudha të vështira, do të thonë ti mundesh për shembull me Kur'ane, me shkon e këshillosh te teolog, te hoxha, ose te hoxhenica, ose te teologja, okay? Ama ka disa raste që njeriu ka nevojë për shembull për trajtim, do të thonë me ilaçe, nuk ka diçka do të thonë që e ndalueshme. Lejohet nëse është e nevojshme për atë person që të marrë trajtim me ilaçe, sepse njeri subhanallahu nemi edhe shpirtëror por edhe fizik. Ka disa raste për shembull nëpërmjet ilaçeve njeri mund të qetësohet, nëpërmjet ilaçeve njeri mund ta kalojë atë moment vështirë që është duke kalu faktikisht që nuk ka ndalesë për këtë. Lejohet inshallah me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë. Kaq. Allah është përbleft, motra, për ndëgjimin, për prezencën, Zoti ju rujt kudo qofshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.